Hiqej si dentist dhe kryente procedura dentare nga informacioni nga interneti, arrestohet 22 vjeçari. Autoritetet e Republikës Çeke kanë akuzuar një burr 22 vjeçar, i cili u paraqit si dentist dhe 2 nga asistentët e tij për kryerjen e 10 procedurave dentare duke përdorur udhëzimet që i gjetën në internet. Të 3 antarë të familjes hapën një klinik pa licencë në shtëpinë e tyre 2 vjet më parë dhe kryenin procedura dentare pa njohuritë e nevojshme profesionale. Në fakt, 22 vjeçari kryente nxjerrje dhe aneurizma dhe aplikonte anestezi bazuar vetëm në informacionet që kishte gjetur në internet. Një grua 50 vjeçare dhe një burr 44 vjeçar akuzohen bashkë me të. Gruaja e cila punonte si infermiere kishte qasje në materialet anestetike dhe dentare përmes punës së saj, kurse burri prodhonte implante dentare. Sipas autoriteteve të tretë pandehurit, fituan rreth 4 milion korona çeke ose rreth 160.000 euro nga klinika e palishme, raporton BBC. Të gjithë pandehurit u deklaruan fajtor për akuzat që përfshin drejtimin e një biznesi të palishëm, pastrimin e parave dhe vjedhjen. Ata tani përballen me deri në 8 vjet burg. Policia nuk than nëse ndonjë nga pacientët e tyre ishte ankuar për trajtimin e marrë nga klinika e 22 vjeçarit.